A mendojnë të vdekurit për neve? Në përgjithësi themi po. Po. Por nëse sqarojmë pak më detajisht themi që ata janë në një botë të gjallë, në formën që Allahu e di. Prandaj quhet jeta e berzahut, nuk quhet gjumi i berzahut, gjumi i varrezave, por jeta e varrezave. Është jetë. Detajet vetëm Allahu i di, por ata kanë secili në përgjithësi nga një derë të hapur nga xheneti duke u ardhur mirësitë e xhenetit, ose dikush një derë xhehenamit, Allah na ruaj, duke ardhur vështirësitë e xhehenamit. Ka prej tyre që pra shpirtat në mëngjes edhe mbrëmje shkojnë në xhehenam, dënohen dhe kthehen prapë aty. Në atë formën që vetë Zoti di jashtë rregullave të trunit tanë, edhe të temit edhe të fizikës, sepse Zoti është krijuesi i rregullave të fizikës edhe të natyrës, edhe ai i thanë edhe nuk vlen në atë botë ato që vlen këtë botë. Prandaj ka dhe prej mirësive që shkojnë aty në prindërve ose njerëzve të mirë, mirësive në këtë botë kush i ban sevape, ju shkojnë atje me emën tonin filanit e ka qu këtë sevap hedije dhuratë. Edhe ata normal shpirtat takojnë njëri me tjetrin edhe flasin, edhe ata që vdesin ma të fundit kur takojnë me ta pyesin filanit që është fisteki e kështu me radhë, e kështu me radhë. Dhe në përgjithësi normal pa hyrë në detaje, përgjithsisht po themi ka argumente diku më të veçanta, diku më të përgjithshme rreth kësaj që unë e përmenda.